Vjen edhe oligarkët, ata që si përmend asnjëri përveç Lëvizjes Bashkë. Se këtu është shumë e çuditshme. Është si të kesh një grup hajdutësh me 2 vet që shkojnë me vjedh një shtëpi, edhe ata që ja bëjnë me gisht, ja bëjnë vetëm njërit hajdut. Vetëm këti që ka pushtet politik, këti që ka pushtet ekonomik, këti oligarkut që është korruptuesi, ndërkohë tjetër që korruptohet, gjithë heshtin përveç Lëvizjes Bashkë. Jo thosë se duhet më marrë me biznesmenët. Po jo më se këta po vjedhin bashkë, nuk janë biznesmen. Biznesmen është ai që hapi lokal, është ai që hapi fabrik, është ai që hapi restoran, është ai që hapi bujtin të vogël, edhe që punon me kratë e vet, edhe respekton punën e tjerëve kur i merr në punë. Nuk është biznesmen ai që merr kontratë qindra mijëra ose qindra miliona euro nga shteti. S'mund të quhet biznesmen, se biznesmeni ka si tipar iniciativën, marrjen e rrezikut. Këta s'marrin asnjë rrezik. Këta kur marrin kontrata nga shteti, këta e kanë me firme me vulë siguruar fitimin. Pa edhe në përqindje edhe në mas, pa këta s'janë biznesmen. Edhe në teoritë ekonomike, kur justifikohet fitimi, pra pse i takon fitimi atij që është sipërmarrës, thuhet që i takon fitimi sa i rrezikon paratë e veta. Pra investon dhe rrezikon paratë e veta. Ne allasoj kemi këta oligarkët që tas paratë e veta si kanë se paratë ju jep shteti, as nuk rrezikojnë gjë sepse fitimin e kanë sigurt. E da thon pastaj na respektoni si biznesmen. Edhe Rama thot s'ka oligark. Del Sali Berisha dhe thot, po këtu ka oligark, po vetëm njëri është oligark, vetëm Edi Rama. Dalin këta bishtat e tyre vërdall, thot, mund të ketë tek tuk ndonjë oligark, po s'ja themi emrat se na bëjnë magji.